derisa mos ketë marrëveshje, pa një marrëveshje s'ka kuptim të thirrët seanca. Po tash unë nuk mundem me thonë sakt prerë se s'do të mbahet, po do të ishte mirë gjendet një marrëveshje që të krijon institucione, që të bëhen vetëm seancat për formalitet. Bëhet seanca nëse nuk sjell rezultate, për çka të mbahet. Qytetarët nuk janë të interesuar vetëm shohim që po mbahet një seancë, ata janë të interesuar që vendi të ketë institucione, mos shkohet me zgjedhje. Varet krejt prej bisedimeve. Nëse ka vullnet, zgjidhja janë shumë e lehtë, shumë e mundshme. Do të merren vesh për një president të Kosovës, po do të ishte mirë të respektohen afatet, mirë po desa nuk ka pasoja, nuk e kam fjalën që se s'ka pasoja dhe tash mos t'i respektojmë ato. Po derisa nuk ka pasoja, më mirë është shtrihet do të seanca që gjendet një zgjidhje se sa të mbahet seanca dhe mos sjell kurrë rezultati. Ose interesi i qytetarëve është që të ketë zgjidhje, të ketë institucione. Dhe po të merren vesh, kryhet puna shumë lehtë.